Përshëndetja, shpirtë dhe zemra të bukur, o femra shqiptare kudo që jeni në tërë botën. Sot, si që kam bërë dhe ato videot e tjera dhe ju kam thënë që filloni të kujdesuni për veten, desha t'ju bëj dhe këtë video për kujdesin për veten në darkë, sa po jam kthyer dhe nga deti, dhe ishte era e parë për si vjet që notova, u ishte pak i ftohtë po kënaqa, dhe tani të kujdesem dhe për veten time, t'i jap dashuri, këtë dua ta ndaj me ty. Kam këtë rolin, si mund ta quajmë, me një gur natyral që ndihmon për shumë në qarkullimin e lemfës në fytyrën tonë, të shpërndajmë në qoftë se do ta përdorim me krem ose me atë lëngun që mund të vëmë përpara kremit, oronë, sepse ja harrojmë dhe nga njëherë emrat në greqisht shqip, dhe mund të bëjmë këto lëvizje, do t'i shikojmë nga mjekra për shumë për nga jashtë, nga këtu për nga jashtë, dhe si që shikoni, është e re, tani po e hap, mund ta futim dhe në frigorifer. Është e aktivizuar me emrin tim, do më thënë që të bëj çfarë është për të bërë për emrin tim dhe mund t'i kërkojmë çfarë do, edhe këtij gurit si byzolykët që themi, varset e ndryshme, që edhe këtë të aktivizojmë të bëj pikërisht atë që duam ne për veten tonë. Unë e kam bërë aktivizimin për qetësi shpirtërore, për hapjen e zemrës dhe të ndjenjave dhe emocioneve të mia, për largimin e lemfës, do më thënë të bëhet qarkullimi i lemfës dhe i gjaku, do më thënë këtu, të mos kemi këtu tek sytë që do përdoret kjo e vogla, të na bëhen ato sytë e fryra dhe për qetësi shpirtërore. Ja si ta përdorim. Mirë është ta futim frigorifer, po unë e kisha në të ftohtë, do më thënë këtu, dhe që nesër do ta fut dhe në frigorifer, se sot e mora, dhe thash të ndanja këtë me ju. Atëherë, si e përdorim? Marrim krem, ose oro, kjo është një krem që e mora kur isha në Dubai, do më thënë është me 24 karat me flori, po më mbarojt, e kalojmë në fytyrë dhe në qafë, është për në të gjithë edhe në fytyrë dhe në qafë, dhe këtu poshtë syve po të duam, po të doni për shumë tani që është darkë, unë i vej më tepër sepse nuk vej gjë tjetër, që ta arrij për shumë që ta marri fytyra mirë, edhe tani mund të hapim pak me dorën tonë, mund të vejmë dhe tek buzët, nga do. Unë do më thënë nuk bëj asgjë tjetër për fytyrën, deri tani s'kam bërë as botokse, as gjilpera, as gjëra që bëjnë njerëzit, dhe jam 55 vjeçe, ju kam thënë, nuk dua për shembull të bëj disa gjëra, sepse më mirë natyrale, si që shikoni e kam shkuar nga do kremin, atë që më kelet shikoni, po e vej në duart, se është shumë i mirë ky kremi, është dhe me kolagono. Tani, nga pjesa e madhe, si që kemi, thash është aktivizuar, mund të marrim dhe si që rëshqet kjo të shpijem drejt veshit. Këtu, mund të bëjmë 10 herë në një vente. Kur isha në Stamboll, kam marrë dhe një tjetër, do t'ja u tregoj dhe atë, që edhe ajo është shumë e mirë. Këtu tek sytë, mund ta kthejmë nga e vogla, e shikoni. Mund ta numërojmë 10 herë. Tani unë nuk do ta bëj 10 herë, se juve do lodheni duke parë, po do ta bëj pas e më vete. Mund të bëj dhe me dorën tjetër, syrin tjetër, ja dhe këtu lartë. Kurse pjesën e ballit do ta punojmë nga këtu
lartë, pavarësisht se unë këtu kam një shenjë, do më thënë nga mënyra si rri kështu, dhe kur shkruaj dhe kur flas, është një rrudhë që nuk më ikën, po s'ka gjë, jam e bukur, jam e vleshme kështu si jam, nuk është nevoja të mërzitemi. Tani, mund të bëjmë dhe të qafa, dhe këtu të gjoksi, po, e kemi bërë, thamë, edhe këtu e treqim, se gjithmonë dhe unë këtu e kam pak që është si mjekra aty si e fryrë, mund të shtypim, të shpjim për nga veshët. Këte mund të bëni mëngjes dhe darke, të kujdesin për veten tuaj. Edhe si kur s'mundeni ditë për ditë ose në mëngjes dhe në darkë, mund të bëni në çdo orë të ditës, kur keni mundësi, krijojeni vetes kushtet, zemra, shpirtra të bukur, që të mos prisni nga të tjerët, t'ju thonë sa të bukura jeni, të vlerësoni, thuajni vetes tash dhe në pasqyrë kur e bëni, sa e bukur je, o shpirt, o zemër, sa shumë të dua, sa e bukur, sa ndrit, dhe mbi të gjitha mos harroni që fytyra ka të bëjë edhe me gjendjen tonë shpirtërore. Prandaj, zemrat time të dashura, duhet të punojmë dhe me ato gjërat që kemi që na shqetësojnë nga brenda, dhe ato shqetësime që ta dini juve nuk janë tona, po janë të prindërve tanë, të nenave tanë, ato që kemi thënë, dhe për kushtimin që punojmë shumë këto kohë, hierarkinë të jetë sikush në vendit të saj, edhe ne kemi ardhur të shkëputim zinxhirët, i kemi thënë dhe këto. Dhe këtu dua t'ju them që të më kërkoni link në telefoni me mesazh 00 30 699 321 46 37, e bëra dhe me të madhe. Me mesazh që të merrni linkun falës se këtë të mërkurë, pas nesër do me thënë, në orën 20 më orën e Shqipërisë, do bëjmë një trajnim që është falas, sa më shumë njerëz të merrni pjesë dhe të dërgoni linkun dhe në shokjet, në miqtë, le të jenë dhe burra dhe femra, sepse dhe ju burrat keni probleme, dhe për burrat mund të jetë kjo, mund të bëni, të ruheni dhe ta përdorni këtë. Tani, në qoftë se doni të pyesni ku mund ta gjeni, nuk e di atje në Shqipëri, por po të doni, kur të vinë në Shqipëri, në Tiranë, nga data 23, e do jemi aty dhe do flasim çfarë do bëjmë kësaj radhe maj, të bëjmë dhe votimet, mos i ndërpresim ata shokët e shoqet deputetë, kam për të ardhur dhe gjëra të bukura do bëjmë kësaj radhe shumë dhe nga afër, dhe kushdo që është interesuar mund të më shkruajë, edhe që është edhe nga rrethet e tjera, e ju kam thënë dhe juve të rretheve të tjera, në qoftë se bëni të paktën 20 veta, mund të vim aty të bëjmë terapi në grupe, sistemi përfaqësik dhe këto hierarkinë, edhe këto nga afër që thash do sjell një metodë tjetër të re, se sa herë që vi metoda të reja kam sjell, dhe kësaj radhe tash këtë përkushtimin, edhe mund ta bëjmë dhe kështu, përkushtimin dhe hierarkinë, është një metodë shumë e re që e kam bërë kohët e fundit, e kam bërë në veten time, kam parë ndryshimin dhe ndaj dua ta shpërndaj dhe me juve. Për trajnimin thamë të mërkurën, mund të merrni dhe linkun, ta shpërndani në njerëzit tuaj, të vinë sa më tepër, është falas, se do bëjmë diagnozën e çdo njerit, këtë kush jeni të përkushtuar, dhe zgjidhje do me thënë, po pastaj zgjidhje më të thellë është dhe në terapi, ose kur të bëjmë një trajnim tjetër që do jetë me pagesa i trajnimi, ose nga afër, ose një individ, si të dëshironi juve. Unë jam këtu për të gjitha gjërat e reja, t'ju tregoj si mund të dilni nga çdo lloj rruge, çfarëdo që ju shqetëson, gjë e vogël ose e madhe, në çdo gjë ka zgjidhje, por puna është ju të më kërkoni ndihmë dhe jo të kërkojnë ndihmë për, më falni, për të tjerët. Po ata personat që kërkojnë ndihmë, ata do merrem. Nuk mund të bëj diçka për njerëzit që nuk janë në prezencë. Ju dua shumë.
natën e mirë, gjumë të embël, ëndra të bukura dhe mos harroni të përdorni